Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Aksidentet nga mungesa e sinjalistikës ndodhin shpesh në rrugët e Tiranës, lagja 18 tetori, para shkollës jo publike në Nënshkruesi Pavarësisë në Bisefa, duke vënë në rrezik fëmijët, por edhe banorët e zonës. Aksidente të shumta ndodhin në rrugët e Lushnjës, kryesisht nga pakujdesia e drejtuesve të mjeteve, por dhe nga mungesa e sinjalistikës, thon burime nga policia. Aksidentet lën pas të plagosur dhe viktima të pafajshme. Më e frikshme kjo panoram është kur këto aksidente ndodhin pranë institucioneve arsimore, ku qytetarët çojnë çdo ditë fëmijët duke rrezikuar jetët e tyre. Disa aksidente kanë ndodhur në rrugën e Tiranës, lagja 18 tetori, më i fundit 2 ditë më parë, para shkollës jo publike në Nënshkruesi Pavarësisë në Bisefa, në kohën kur fëmijët po bëheshin gati për të dalë nga shkolla. Fatmirësisht nuk pati të lënduar rënd nga drejtuesit dhe pasagjerët në automjete, por as nga fëmijët të cilët u shoqëruan të sigurt në shtëpitë e tyre. Mungesa e sinjalistikës në këtë zonë me qarkullim të dendur, ku qindra fëmijë çdo ditë kalojnë rrugën për të shkuar në shkollë, është një nga shkaqet kryesore të aksidenteve. Ndërkohë, prioriteti i qeverisë dhe pushtetit vendor këtë vit ishte marrja e masave konkrete për të rritur sigurinë rrugore në zonat përreth shkollave në të gjithë vendin, si ndërhyrjet infrastrukturore që garantojnë sigurinë e nxënësve gjatë rrugës për në shkollë dhe kthimit prej saj. Këto masa synojnë të parandalojnë aksidentet dhe të krijojnë një mjedis më të sigurt për fëmijët. Përveç fëmijëve, rrezikohen edhe banorët e zonës apo edhe qytetarët që bëjnë ecje ose dalin për shëtitje. Banorët e zonës shprehen se situata është bërë e rrezikshme për kalimtarët nga mungesa e sinjalistikës. Ata kërkojnë ndërhyrjen e menjëhershme të autoriteteve dhe vendosjen e masave të nevojshme të sigurisë. Del nga shtrati Lumi Seman, përmbytet Ngurza e Vogël dhe Imshta. Janë evakuuar stanet brenda argjinaturës me bagëti e gjedh. Arritja e nivelit të ujit në lumin Seman, si rezultati prurjeve nga zonat Berat e Skrapar, ka bërë që lumi të dalë nga shtrati në zonën e Ngurzës së Vogël dhe Imshtës. Si rezultati daljes nga shtrati janë përmbytur 180 hektar tokë bujësore brenda argjinaturës. Shtabi i emergjencave të Bashkisë Lushnjë në bashkëpunim me Dukfjer, që administron lumejt Seman e Shkumbin, paraprakisht kanë evakuuar stanet brenda argjinaturës me bagëti e gjedh. Sipas inxhinierit të drejtorisë së ujrave dhe kullimit Ferdinand Dervishi, do të kemi akoma rritje të nivelit të ujit deri në mesditë e më pas niveli do të ulet. Lumi Seman ka dalë diku nga ora 11 e natës dhe vazhdoi gjatë gjithë kohës. Prurjet janë duke u rritur, sipërfaqja aktuale deri tani që ne po flasim është diku te 187 hektar, janë brenda bermave të argjinaturës së lumit. Janë toka bujësore të mbledha nga fermerët që janë në përdorim. Po në lidhje me këto stanet e bagëtive apo dhe gjedhit janë evakuar? Në bashkëpunim me pushtetin lokal Bashkinë Lushnjë, janë marrë masa për evakuimin e të gjithë bagëtive të imta dhe të trasha në këto zonat e ulta brenda argjinaturave të lumit Seman. Dhe aktualisht deri tani nuk kemi asnjë lloj përmbytje të këtyre bagëtive. Në rast të vazhdimit të rreshjeve rrezikohen në shtëpitë të cilat janë gjetur me argjinaturën? Me ndërtimin e hidrocentralit të Banjës, që prurjet në lumin Devoll janë 0, pothuajse, dalja nga argjinatura e lumit Seman është pothuajse shumë pak përqind ose mos them fare që mund të dali. Diçka lidhje me zonën e Tërbufit, që është edhe zona më e ulët dhe bujësore në të gjithë vendin. Si kemi situatën? Situata e rreth Lushnjës ka qenë e qetë. Kjo ka ardhur si rrjedhoj e pastrimit kanaleve kulluese nga Bashkia Lushnjë, si dhe kanalet kryesor të Drejtorisë Ujitjes dhe Kullimit Fier. Bashkëpunimi ka qenë i vazhdueshëm midis tyre dhe kjo bën që të arrijnë dhe rezultatet dhe fakti tregon që ne nuk kemi asnjë metër katror për mbytjen në të gjithë rrethin e Lushnjës. Aktualisht tre hidrovorët në zonën e Tërbufit ose Mizëqes që i themi. Të tre hidrovorët, hidrovori Tërbufit, hidrovori Karavastas dhe i Divjakës janë në nivele minimale. Momentalisht punoj me 1 ose 2 pompa në mënyrë alternuar sipas prurjeve që vinë në këto hidrovore dhe gjendja është shumë normale.
Nxënësit e klasave të ngjashta të shkollës jo publike Nënshkruesi i Pavarësisë në Bisefa organizuan në ambientet e shkollës një aktivitet me rastin e ditës së alfabetit. Është nëntor i vitit 1908. Shqipëria ende nën perandorinë osmane. Në qytetin e manastirit lidhen delegat nga të gjitha trevat shqiptare për të vendosur për gjuhën e tyre. Ky është kongresi i manastirit, ku fjala shqipe do të marrë formë dhe dritë. Nxënësit e klasës së 6, të udhëhequr nga mësuesja e gjuhës shqipe Elsa Baka, në shkollën Nënshkruesi i Pavarësisë në Bisefa, realizuan një zhvendosje në kohë në ditën kur kombi ynë arriti bashkimin kombëtar nëpërmjet unifikimit të një alfabeti të vetëm. Kjo zhvendosje u arrit nga nxënësit nëpërmjet një minidrame, duke i bërë ata të hynë nën petkun e personaliteteve të ndritura të rilindasve tanë. Të nderuar delegat, kemi ardhur nga të gjitha treva shqiptare për të bashkuar gjuhën tonë me një alfabet të vetëm. Le të fillojmë me dashuri për gjuhën shqipe. Fjala jon duhet të ketë shtëpinë e saj të përbashkët. Dua që çdo vajzë shqiptare të mësojë shkronjat e kombit të vet. Shoqëria Bashkimi ka punuar me alfabetin latin. Ai është i thjeshtë dhe i përshtatshëm për gjuhën tonë. Edhe alfabeti Agimit ka të njëjtën bazë, por më e rëndësishme është që të kemi një alfabet të vetëm për të gjithë shqiptarët. Le të mësojmë të shkruajmë si njerëzit e lirë. Pa shkronja s'ka shkollë, pa shkollë s'ka dritë. Le të dëshmojmë se shqiptarët mund të bashkohen me dituri e dashuri për gjuhë. Nga Elbasani do të dërgojmë mapetaret në çdo fshat e çdo qytet. Një komb, një alfabet, një zemër. Ky është ideali ynë. Gazeta Drita do ta përhapë këtë lajm në gjithë Shqipërinë. Data 22 nëntor përkujton kongresin e manastirit në të cilën në vitin 1908 u vendos miratimi i alfabetit të njësuar shqip, duke e bërë atë gur themeli të identitetit kombëtar. Sot, përveç ditës së shkronjave, u festua edhe zëri i kombit, nëpërmjet të cilit sa herë flasim shqip, dëgjojmë Fishtën, Mithatin, Deradën e të tjerë. Fëmijë, lajmi erdhi. Shqipja jon ka alfabetin e vet. Mësuese, a mund ta shkruaj emrin tim shqip? Po bi, shkruaje me krenari. A si Adeu, B si bukuria, Sh si shqiponja. Nëpërmjet këtij aktiviteti, nxënësit u bën një me historinë, e cila u la gjurmë dhe kujtesë për ta mësuar, ruajtur dhe dashur gjuhën shqipe. Të pranishëm ishin prindrit e nxënësve, të cilët përjetuan me emocion këtë moment historik, të sjell aq bukur nga fëmijët e tyre. Mësuesja e gjuhës shqipe falenderoi nxënësit për përkushtimin e tyre, gjithashtu prindërit dhe kolegët për mbështetjen. Së pari dua të falenderoj këto dritëza që kemi këtu mbrapa që na ndriçojnë ne dhe do ndriçojnë kombin në të ardhmen e tyre. Së dyti falenderoj prindrit për mbështetjen, pjesëmarrjen, bashkëpunimin. Falenderoj shumë kolegët e mi të cilët më janë gjendur dhe më kanë mbështetur në çdo nevojë që kam pasur. Profesor Beni, një shtyllë e fortë e aktiviteteve. Drejtorin, drejtuesit e shkollës të cilët na mbështesin gjithmonë dhe na japin hapësirat e mundshme për të organizuar aktivitete të tilla. U zhvendosëm paksa në kohë për të kujtuar një ditë të rëndësishme kombëtare. Një ditë që në vitin 1908 Brezi i treti rilindasve tanë finalizoi ëndrrën e gjithë rilindasve ndër vite, që ishte bashkimi kombëtar e realizuar nëpërmjet unifikimit të një alfabeti të vetëm. Dhe fal atyre njerëzve aq të ndritur, ne sot flasim, shkruajmë dhe lexojmë shqip. E në këtë udhëtim që ne bëm të gjithë së bashku sot, nëpërmjet fëmijëve, nxënësit na mësuan se historia nuk vjen vetëm nëpërmjet librave. Historia vjen dhe në forma të tilla, duke u futur paksa nën petkun e saj, duke e ndjerë dhe duke e përjetuar atë. Rroh gjuha shqipe, rroh alfabeti manastirit, rroh Shqipëria.
Moti i keq ka sjellë përmbytje në vend. Kreu i emergjencave civile Haki Çako nga Fieri tha se situata vijon të mbetet në alert. Parësore është jeta e qytetarëve. Kreu i emergjencave civile Haki Çako ka inspektuar në terren situatën në urën e Mifolit në zonën e Fierit. Situata vijon të mbetet në alert, ka pohuar Çako, pasi niveli i prurjeve në urën e Mifolit ka arritur 7 metra. Situata është monitoruar gjatë gjithë natës, ka pohuar Çako, por niveli aktual ka një risk të shtuar dhe fatmirësisht për momentin nuk ka banesa të prekura. Historiku është i qartë, në rast të daljes nga shtrati do të ketë evakuime të banorëve dhe për këtë janë marrë të gjitha masat. Apeli është i qartë për të gjithë banorët përgjatë rrjedhës së lumit. Përpara gjithçkaje është jeta e qytetarëve, ka thënë Çako. Situata paraqitet në alert, natyrisht sepse niveli i prurjeve në Vjos është i konsiderueshëm, rreth 7 metra në Mifol, ku është matja aktuale. Sigurisht që ka prurje intensive të Vjosës që vjen nga Tepelena dhe nga Përmeti. Kemi monitoruar pa shkëputje gjatë gjithë natës dhe në kontakt me strukturat dhe me institucionet drejt për drejti edhe me Përmetin edhe me Greqin, me partnerët tanë grek, me informacion të shtuar. Mund të themi që ka një stabilitet në nivelet në Përmet dhe në Tepelen, që shpresojmë të ketë një rënje, por kjo gjithsesi është prap fakultative. Vazhdojmë ta monitorojmë, ky është një nivel që ka risk të shtuar, por për momentin nuk kemi banesa të prekura apo dalje jashtë shtratit të lumit Vjosa. Dihet historiku është më se i qartë, nëse niveli do të kaloj më lart, pastaj do të ketë probleme, janë marrë masat për të evakuar apo për të lëvizur që të gjithë banorët nëse do të dalë nga shtrati, lumi, cili sënon dhe ekspozon zonat e Fierit nga Ferrasi apo nga komunat dhe njësit të ngjitur me të deri dhe ke Darzeza mbase sipas historikut. Pra pritet që prurjet e anomalia të mesdita arrin pikun në Mifolin. Tashmë edhe këto prurje nga anomalia i vijnë, domethënë nga ai intensitet është sepse ka pas shumë rreshje në zonën jugore, kryesisht në kufi me Greqin, në pjesën e Qashovës, por edhe nga Gjirokastra dhe diku. Por ajo që ne vlerësojmë është fakti që Drinosi ka prurje jo maksimale, optimale, por dhe Shashica është në minimumin e saj, çka janë faktorë që ndikojnë drejt për së drejti në epërsinë që merr rritja e nivelit të lumit Vjosa në shkarkim me detin. Por ka dhe një element tjetër që merret në konsiderat që është çështja e baticave të detit, cilat i kemi pas në avantazh sepse lumi tërheq me intensitet shumë të lartë drejt detit dhe nuk kemi bllokim të tij nga deti. Vendoset në pranga 43 vjeçari në Fier nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale. Do ekstradohet në Itali si pjesë e një grupi kriminal. Arrestohet ditën e sotme në Fier një 43 vjeçar me qëllim ekstradimin drejt Italisë në operacionin e koduar Operacionale 74 nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale. I ndaluari Elviziu, i njohur edhe me emrin Renato Ziu, banues në Fier, ishte i kërkuar nga gjykata e Caltanissetës në Itali, që më 1 shtator 2025 kishte lëshuar ndaj tij masën e sigurisë arrest në burg për disa akuza. Në njoftimin e policisë thuhet se policia e shtetit vijon operacionet nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale për lokalizimin dhe kapjen e shtetasve në kërkim ndërkombëtar. Finalizohet operacioni koduar Operacionalia 74. Kapet në Fier dhe arrestohet me qëllim ekstradimi në Itali një 43 vjeçari akuzuar si pjesëtar i një grupi kriminal që trafikonte lëndë narkotike. Strukturat e Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale në DPPSH, në vijim të operacioneve të njëpasnjëshme për kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim ndërkombëtar, finalizuan operacionin e koduar Operacionalia 74, gjatë të cilit u kap në Fier dhe u vu në pranga shtetasi EZ alias RZ 43 vjeç, banues në Fier.
Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi gjykata e Cantalisetas, Itali me vendimin e datës 01/09/2025 i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale, trafikimi lëndëve narkotike dhe grupi i strukturuar kriminal. Interpol Tirana në bashkëpunim me Interpol Romën do të kryejë procedurat për ekstradimin e këtij shtetasi në Itali. Rritet numri makinave elektrike në vend. Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor, gjatë periudhës janar-tetor 2025 janë regjistruar 82.814 mjete. Makinat elektrike po vijojnë të rriten në numër në tregun shqiptar, por pesha e tyre totale në flotën ekzistuese mbetet ende modeste. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor bëri të ditur se nga 2019 deri në tetor 2025 janë regjistruar 10.990 mjete all electric, duke shënuar një rritje prej 72% krahasuar me vitin 2024. 42.4% e autoveturave me kilometër zero të regjistruara për periudhën janar-tetor 2025 janë all electric ose plus 62% krahasuar me vitin 2024, nënvizoi Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor. Tendenca për mjete me moshë më të ulët ka qenë në rritje nga viti në vit dhe në një njoftim të mëparshëm, DPSHTR bëri të ditur shifrat e përgjithshme të tregut. Gjatë periudhës janar-tetor 2025 janë regjistruar 16.529 mjete me moshë 0-4 vjeç, duke shënuar një rritje prej 61% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023. Sipas kësaj drejtorie, gjatë periudhës janar-tetor 2025 janë regjistruar për herë të parë 82.814 mjete, duke shënuar një rritje prej 99% krahasuar me vitin 2019. Të paktën 67.603 prej tyre janë autovetura që përbëjnë 81.6% të totalit të mjeteve të regjistruara. Blerjet e automjeteve vitet e fundit kanë ndryshuar dhe harten nga vinë mjetet, ku sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor, gjatë muajit tetor 2025 u regjistruan mjete me origjinë nga disa prej shteteve më të mëdha prodhuese në botë. Shtetet kryesore të origjinës së mjeteve të regjistruara janë Republika e Kores 21.4%, Itali 15.5%, Gjermani 15.5%, Kin 8.7%, Zvicër 8.4% dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës 8%. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.